do ta nis më një herë, sepse herën e fundit folën për Burevestnik, për atë armën, për raketën e famshme që testoi Rusia, ka patur një reagim të menjëhershëm nga Donald Trump për sa i përket fillimit të testimeve të armëve bërthamore, çka do doja të dija për çfarë bëhet fjalë. Deklarata e Donald Trumpit, pra nëse nuk e di mund ta keni ose jo. Jo, e kemi, duhet ta kemi. Nuk është kjo, ky është thjesht një, duhet ta kemi edhe aty regjia, me sa më kujtohet e kishim. Deklarata e Donald Trumpit ka të bëjë me një keq interpretim nga ana e mediave të Deep State-it, pra të kontrolluar aktualisht nga Deep State-i, kryesisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në pjesën më të madhe të Perëndimit. Nuk kemi të bëjmë, pra, pavarësisht se po paraqitet si një test bërthamor, realiteti është që nuk kemi të bëjmë një test bërthamor. Kemi të bëjmë me një test të programeve dhe të sistemeve që mbajnë ose që lëshojnë armët bërthamore. Pra njëjta gjë, juve përmendët pak që parë Burevestnik. Burevestnik është një raketë e cila mund të jetë me mbushje konvencionale ose me mbushje bërthamore. Pra çdo raketë, edhe çdo raketë bërthamore, edhe çdo raketë që ka mbushje bërthamore mund të vendosë mbushje konvencionale. Edhe pas Burevestnik, që është një raketë, rusët kanë testuar një dron ujor, që është në nëndece ujore. Droni Poseidon, Poseidon, edhe është një dron ujor, pra nëndece ujore pa njerëz, pra e komanduar me telekomand. Po, do dalim se kam qef që më vonë t'i kthehemi. Por këto që ka testuar Rusia, pra këto testime, këto janë teste të sistemeve. Pra ti ke raketën, dhe kjo është raketa. Po. Dhe kjo raketa ka këtë kokën. Kjo koka mund të jetë me mbushje bërthamore, po mund të jetë edhe me mbushje konvencionale. Por raketa është sistem që këtë kokën që ti ja vëti e çon diku tjetër. E qartë. Pra, dhe në këtë moment Rusia ka testuar sistemin, jo kokën. Si do ishte në rastin që do testonte kokën? Kur teston kokën ka laboratore të veçanta që testohet shpërthimi ose nën toksore ose në ajër, por edhe këtu kemi vetëm te atë deklarata e Trumpit, ju lutem pak regjia. Regjia, te deklarata e Trumpit, nëse është e mundur, ta rikthesh prapë aty se na duhet, po. Edhe deklarata e Trumpit fillon me një Shtetet e Bashkuara kanë armatimin më të madh bërthamor se çdo vend tjetër. Pavarësisht kësaj, kjo është një deklaratë e gabuar, për arsye se deri më sot, pra, nga gjitha të dhënat që ka sot, nga gjitha marrëveshjet e kontrollit që janë bërë, Rusia është vendin e parë për kokat bërthamore. Rusia ka 4300 koka bërthamore aktive. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë 3600 koka bërthamore aktive, pastaj në vendin e tretë vjen Kina me 600, por që në vitin 2035 parashikohet të ketë 1600, sepse ka filluar prodhimin e 1000 kokave të tjera. 2035 1600. 1600. Pra këto janë tre vende. Kjo e para. Pastaj fillojnë. E ku thot, this was complete including complete ability during the first Okay, fillojnë. E ku thot. Pra vjen te kjo fjalia. Because of other countries testing programs. Po. Pra raketa është program, pra testim programesh, jo testim kokash bërthamore. Kemi testim programi, pra raketa është program, është një program që ti e programon, është një mjet që ti e programon për të lëshuar dhe për të çuar këtë kokën bërthamore. Pra ja vendosim të kokën bërthamore raketës dhe e hedhim ku duam neve. Por ama ne testojmë programin, pra rusët kanë testuar programin, pra raketat, Burevestniku, Oreshniku. Jo mbushjen bërthamore. Jo mbushjen bërthamore. Pra është testuar programi dhe njëjta gjë. Dhe për herë të fundit një testim të bombës bërthamore, të bombave bërthamore, pra të kokave bërthamore në botë, bota ka parë në vitin 2017 e ka bërë Korea e Veriut. Kurse rusët për herë të fundit kanë bërë në vitin Rusia për herë të fundit ka bërë testim të kokës bërthamore në vitin 1990. Rusia. Po, Rusia. Testim të kokave bërthamore në vitin 1990. 90. Shpërthimet nën toksore. Amerika ka bërë në vitin 1992 të fundit, kurse Kina në vitin 1996. Pra këto tre vende e kanë mbyllur dhe nuk kanë bërë më testime të kokave bërthamore. Pra shpërthime të kokës bërthamore, shpërthime të bombës bërthamore. E qartë. Dhe tjetra që vjen pasaj, pra programet që thot, dhe ka urdhëruar Departamentin e Luftës. Atëherë, Departamenti i Luftës ka raketat, pra ka sistemet, programet. Ndërsa kokat bërthamore në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk i përkasin Departamentit të Luftës, i përkasin Departamentit të Energjisë.
Interesant. Pra, kokat bërthamore menaxhohen nga Departamenti i Energjisë. Kjo është bërë me kushtetuta amerikane, është rregulluar në mënyrë që të mos ketë vetëm një person, sepse në rast se ashtu i mbetet vetëm dhe nesër mund të luajë nga mend e kokës, për shembull, presidenti. Jo vetëm presidenti, po mund të luajë nga mend e kokës sekretari i mbrojtjes. Sekretari i mbrojtjes. Sekretari dhe i ka edhe kokën edhe këtë bashkë dhe mund t'i lëshojë në një moment caktuar. Kurse kështu nuk i lëshon dot, sepse sekretari i mbrojtjes nuk i jep dot urdhër sekretarit të energjisë. E qartë. Pra është bërë për të ruajtur këtë balancën në mënyrë që të mos kemi këtë problem të kapërcimit të pushtetit. Të çmendurisë. Po I had no choice. Regji edhe një herë aty ku ato janë pra I hated to do it but I had no choice. Po, kjo deklaratë, pra kemi të bëjmë edhe me një deklaratë e cila është bërë për çështje propagandistike, më shumë të brendshme se sa të jashtme. Për të bindur ata brenda, sepse ka kundërshtarët e tij brenda, të cilët po do t'i bindi që shikon, ne po marrë hapa ndaj Kinës, hapa ndaj Rusisë, ndërkohë që nuk është e vërtetë duke marrë këto hapa, por deklarata e bën të tillë. Pra nuk kam zgjidhje tjetër, ndërkohë që neve testim të këtij programit ka pasur në fund të 2023. Në fund të 2023 janë lëshuar 2 raketa bërthamore, pra raketa ndërkontinentale amerikane, dhe janë testuar 2 raketa të tilla. Pra raketat janë testuar dhe testimi i raketave ndodh çdo vit. Raketat interkontinentale janë raketa që mund mbajnë edhe koka bërthamore. Prandaj e gjitha kjo ka të bëjë me një dhe nuk është urdhër për të testuar këto kokat bërthamore, sepse në rast se do jepte urdhër për testimin e kokave bërthamore, atëherë urdhri e parë do t'i jepej Departamentit të Energjisë. Po ky urdhër nuk mund t'i jepet Departamentit të Energjisë pa i bërë një kërkesë Kongresit, sepse Kongresi amerikan në vitin 92 ka miratuar një moratorium për ndalimin e testimeve bërthamore. Dhe duhet Kongresi të heqë moratoriumin, pastaj t'i autorizoj presidentin për testim dhe presidenti ta autorizoj Departamentin e Energjisë që të bëjë testimin e kokës. Pra nuk e bën dot Departamenti i Mbrojtjes se nuk ka kapacitete. E bën vetëm Departamenti i Energjisë. Dhe që Departamenti i Energjisë të nisi ta bëjë testimin, i duhet nga dita e sotme në rast urdhëror 3 vjet se duhet bëj gati vendin ku do ta bëj, laboratorin, gjithë ato sepse janë testime të mëdha dhe bën në tokë. Dhe deri më sot, dhe testimet e fundit janë bërë nën tokë, sepse ka një marrëveshje të vitit 1974, është një marrëveshje e pjesme për përdorimin e armëve bërthamore dhe për testimin e armëve bërthamore ndërmjet Rusisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe ajo parashikon që nuk mund të testohen armë bërthamore në ajër, nuk mund të testohen armë bërthamore në oqean, nuk mund të testohen armë bërthamore mbi tokë, por nuk e përmend nën tokë. Dhe ndaj testimet janë bërë nën tokë. E qartë. E fundit. Kështu që nuk ka të bëjë me testimin e bombës bërthamore. Është vetëm testimi i programit dhe i sistemit të lëshimit të bombës bërthamore. Pra të raketës testohet raketa, por nuk testohet koka. Pra njësoj siç kanë bërë rusët. Rusët kanë testuar raketë, po pa kokë. Nëse do ishim në ato kushte, dritar, nëse Trump do jepte urdhër realisht që në rast se ndodh ajo, atëherë do thotë që të prishet ajo marrëveshja e vitit 1963 dhe marrëveshja e vitit 1900 është një marrëveshje e vitit 1996, 63 dhe 63 është një marrëveshje e pjeshme për armët bërthamore, kurse viti 1996 është një marrëveshje e plot për proliferimin e armëve bërthamore, testimin e tyre, pra një marrëveshje kompresive për mos testimin e armëve bërthamore, që përcakton, në rast se kjo do të prishte, atë do të thoshte që gjithë bota të shkonte prishej kjo balancë që kemi deri më sot. Dhe gjithë secili do të testonte armët bërthamore deri më sot siç thash janë testuar nën tokë, po këtej mbrapa do të testoheshin edhe mbi tokë. Dhe atëherë dëmtimi që do të kishte njerëzimi edhe për shkak se do të bëhej në territoret të vendeve përkatëse, pra prezatimi do të ishte shumë i madh dhe do të shkaktonte një dëm kolosal për gjithë njerëzimin. Pra sërish do të shkonim drejt një çmendurie të pamas. Prandaj nuk jemi në atë. Dhe deklarata e Trumpit bëhet, si thash, për propagandë të brendshme, për të mbuluar problemet e brendshme dhe ata kundërshtarët e tij që kundërshtojnë ato që po bën marrëveshje me Kinën, ndërkohë për të mbuluar edhe marrëveshjen që ka bërë me Kinën. Ja, do dalim aty, po ajo që dua të them është që kemi edhe ti e përmend emisionin e shkuar, kemi një retorik nga Tomahawkët, kaluam te Burevestnik dhe Poseidon, tani kemi deklaratën e Trumpit që duket si kundërpërgjigje ndaj le themi testimit të Rusisë. Është një kundërpërgjigje në aspekt që edhe ne do testojmë, por ky testim është i përvitshëm. Pra nuk kemi të bëjmë me një rritje të retorikës dhe përplasjes midis Rusisë. Kemi të bëjmë me një rritje të retorikës dhe shërbas për arsye politike, më tepër të brendshme sa të jashtme dhe jo drejt një përplasje. Pse më tepër të brendshme sa të jashtme? Siç thash, ka problemet e veta me buxhetin e qeverisë që nuk po miratohet. Për shkak ka problemet e veta edhe me pjesëtarë të partisë të cilët e akuzojnë që është po sillet dobët me Rusinë dhe me Kinën, plus ka vendosur të rreqen e trupave amerikane nga baza e Rumanisë. Dhe të gjitha këto duhet
plus marrëveshja që bëri tashmë me presidentin kinez. Dhe të gjitha këto duhet bërë një dëgë që të rreqesh më dhe askush nuk merret me këto, po gjithë do merret me këtë, pra bomba bërthamore. Ndërkohë që s'kemi të bëjmë me një bombë bërthamore, sepse kjo të rreq vëmendjen. Po në realitet, po ta analizosh, nuk është ajo. Pra në realitet nuk kemi të bëjmë retorikë dhe po kemi një testim rakete, po jo koke bërthamore. Pra nuk kemi testim të bombës bërthamore, kemi testim të sistemit që mban bombën bërthamore. Por që është e vërtet që një retorik që palët po e mbajnë të gjallë edhe SBA-ja dhe Rusia. Por Rusia pse ka këtë rritje të retorikës në rastin konkret? Edhe Rusia e ka edhe për nevojat brendshme, po edhe për nevojat jashtme. Pra për nevojat brendshme e ka normalisht për të mbajtur atë, sepse edhe në Rusi kemi efektin e kundërt që përse populli në Rusi dhe pjesa më e madhe janë po ngrihet zëri që përse nuk është më e fuqishme ndërhyrja ruse në Ukrainë. Pse po shkon nga skandal, pse s'po merrni, pra me kapacitetin që kanë mund të ecin më shpejt, më ndryshe më shumë. Ka presion nga brenda. Absolutisht ka presion nga brenda dhe për të mbuluar këtë presionin e brendshëm, krijohen këto ide për të thënë brendshme që shiko, në rast se shkojmë drejt përplasjes bërthamore, pra ndaj po ecim atë për futur, por edhe për presion të jashtëm për evropianët kryesisht dhe jo për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dakor. Ndërkohë, Dritan, çfarë është Poseidon që me që jemi këtu kisha kuriozitet, domethënë sapo. Poseidoni është një nëndece e cila funksionon si nëndecet e tjera, pra është një nëndece funksionon jo në madhësinë e nëndeceve të tjera, po është më vogël, funksionon në nuk e dia kam cambulime aty regjia për sa i përket kësaj. Jo, nuk janë, pra është më vogël se kjo. Funksionon me motor me energji bërthamore. Poseidoni. Pra Poseidoni është nëndecja, nuk është droni... Jo, Poseidoni është nëndece, është dron nëndece. Sepse edhe çdo lloj mjeti ushtarak dhe çdo lloj mjeti civil që fluturon ose që navigon në det ose që lundron në det ose në ajër, se lundrim quhet edhe në ajër. Pa pilot, pra pa njeri. Se është pa pilot. Pa pilot, pa njeri quhet dron. Pra dron në New York në rastin konkret me energji bërthamore. Kjo do të thotë që ky droni mund vi vërdall në gjitha detrat e botës pafundësisht. Sepse energjia bërthamore nuk mbaron, nuk ka limit. As njerëz. Dhe ky droni mund të mbajë, edhe këtij droni mund i vendoset një kokë bërthamore, mund të mbushet edhe me eksploziv, pra me kokë konvencionale. Me kokë konvencionale mund të përdoret për të goditur baza ushtarako-detare, pra për të sulmuar bazën, për të sulmuar diçka tjetër, kurse kur përdoret me bombë bërthamore, nuk përdoret për të goditur bazat, po përdoret për të shpërthyer në një distancë të caktuar nga një qytet port, nga një bazë fuqishme ushtarake për të shkaktuar tsunami. Pra shpërthimi bërthamor në det, në një thellësi të caktuar, shkakton tsunami artificial. Dhe ky tsunami e përmbyt bazën dhe detin dhe nxjerr jashtë përdorimit komplet. Propaganda ruse, të paktën po citoj, apo le të themi media ruse, thotë që kjo mund ta zhduk bregun amerikan, domethënë dron të tillë mund ta zhdukin brenda sekondave bregun amerikan. Jo, nuk mund të zhdukin bregun amerikan një dron, për arsye se bregu është i thyer. Ti mund të zhdukesh një breg i cili nuk ka ravizime, pra nuk ka thyrje. Në brigjet që janë të thyera nuk funksionon, pra në rast se ti ke gjire, një brig me disa gjire, edhe ti është për të këtë, maksimum ti mund mbulosh 2-3 gjire, sepse nuk është në mënyrë lineare gjitha, është i thyer terreni, pra nuk është thjesht propagandë, nuk është e vërtetë. Pra ti mund por një objektiv të caktuar, pra një qytet të caktuar, një qytet të caktuar ti e mbulon, e shuan. Përmes tsunamit që krijon ky lloj droni. Dritan, edhe Burevestnik dhe Poseidon janë, le të themi, dy armët e reja, po them unë, që sapo dolën nga furra e ushtrisë, po themi, ruse. A nuk ka të ngjashme me Poseidonin dhe Burevestnik? Prandaj them që kjo degrada e Trumpit është thjesht një degradatë për nevoja propagandistike dhe politike të ditë brendshme, për arsye se Shtetet Bashkuara aktualisht nuk kanë sisteme të njëjta. Ata kanë disa programe për prodhimin e sisteme, po janë thjesht programe në zhvillim e sipër. Pra nuk kanë konkluduar asgjë. Nuk kanë as dron si Poseidoni dhe nuk kanë as raketa si Burevestnik dhe as raketa si Oreshniku. Pra ky është problemi. Dhe kur thotë të testojmë të njëjtat programe, për çfarë programe për llaf se nuk ka. Pra, vetëm testimi Tomahawku për shembull.
Tomahawku nuk hyn te këto, sepse Tomahawku ka një rrezet caktuar 2500 km, pra nuk e ka më tepër, sepse këto kanë pa limit. Pra, Burevestnik pa limit në ajër, droni në New York pa limit në edhe ujin edhe qiellin. Ndërkohë, Dritan, po ama do të kemi një parasysh, pavarësisht deklaratës Trumpit që kush ka më shumë, pra ajo është një deklaratë thënë politike sepse çdo kush, jo vetëm presidenti i Amerikës, po çdo kush që merret me këtë e di shumë mirë që nuk ka rëndësi se sa koka bërthamore ke 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Nga të dyja palët duhen vetëm 10 copë në gjithsej për ta shuar njerëzimin. Pra nuk është se do përfundon. 10 copë nga këto. Po. E qartë. Me një mbushje 150 kiloton dhe automatikisht njerëzimi pastaj merr fund, pra nuk 5 njëra 5 tjetra mjaftojnë. Pra edhe po ti kesh 5000 ti 5 do lëshosh, se nuk arron të lëshosh më tjerat. Edhe tjetri 5 do lëshoj, mund të lëshoj ai përpara, ti pak më mbrapa, sepse sistemet janë bërë atilla që pasi edhe ti godet sistemi e lëshon raketën dhe pa pasur nevojë për njeriu, sepse aktivizohet më njëherë, por kaq nuk lëshon më, pra ka mbaruar njerëzimi, prandaj nuk ka rëndësi sasia që ke. Po. Ka rëndësi mendësia që ke në këtë aspekt. Ndërkohë, Dritan, këto janë pamje të Oreshnikut, më duket, por që Oreshnik, Rusia po i sposton, le të themi, dhe po zhvendos një sasi raketësh Oreshnik në Bielorusi, çka ka ngritur, le të themi, alarmin në gjithë Europën, sepse nga Bielorusia ata të paktën me lexova për 8 minuta janë në Berlin, për 6 minuta janë diku tjetër. E kuptoj, por kjo që Evropa ka një hartë aty, regjia, përveç pamje kam edhe një hartë aty Evropa po e përdor këtë për nevoja të veta propagandistike të brendshme, çështjen e minutazhit, sepse çështja e minutazhit nuk ka më vlerë. Minutazhi ka vlerë për një lloj sistemi, për një lloj rakete cilën ti ke mundësi ta asgjësosh. Pra ti e ke sistemin tënd për ta asgjësuar një lloj rakete dhe atëherë ka vlerë minutazhi. Në momentin që ti nuk ke asnjë sistem për ta asgjësuar këtë lloj rakete, nuk ka asnjë lloj vlere minutazhi, edhe në rast se kjo raketë do të lëshojë kjo duhet të jetë. Po, edhe në rast se kjo raketë do të lëshojë nga Siberia dhe do donte për të ardhur ta zëm deri në Paris, do t'i donte 15 minuta, ose 20 minuta. Pra, Franca nuk ka asnjë lloj sistemi për ta rrëzuar këtë raketë. Kështu që nuk ka vlerë koha në momentin që ti s'ke se si mbrohesh. Kundërajror. Pra ti kur ti nuk ke se si mbrohesh nga një raketë, koha nuk ka vlerë, por koha ka vlerë politike, pra përdoret për politikë të brendshme që shife i kemi afër paracojmë, ndërkohë që Oreshnikut do të vendosen disa në Bielorusi, por nuk i jepen Bielorusisë. Pra, nuk i jepen Bielorusisë? Ashtu si raketat bërthamore që ka vendosur në Bielorusi, edhe Oreshniku që vendosur. Se ka dhe koka bërthamore në Bielorusi, ashtu edhe Oreshniku janë në shërbim dhe në përdorim të ushtrisë ruse, pra nuk mund t'i lëshojë nesër Lukashenko si të dojë ai. I lëshon vetëm Putini. Asi tjetër s'mund të lëshojë, prandaj nuk kanë vlerë. Pra është vlerë politike për treguar dhe për t'i thënë perëndimit të gjithë tjerëve që Bielorusia është aleati jon, pra aleati i Rusisë dhe ka mbaruar kjo punë çfarë tentative, pra në rast se ju duhet sulmoni ne do ta mbrojmë, sepse ne po vëmë edhe këto koka bërthamore, këto lloj raketash aty, por nuk ka vlerë taktike dhe operacionale për çështjen tjetër të perëndimit kur e nxjerr me minuta me ashtu, s'kan vlerë, sepse s'ka asnjë lloj mbrojtje. 8.8 minuta, Parisi 8.3 minuta. Nuk ka vlerë. Nuk ka vlerë. Ka një deklaratë të Putinit kur është përdorur për herë të parë Oreshniku dhe është një deklaratë e thjesht ai thotë që edhe në rast se do ta përdorim, pra edhe në rast se e përdorim, nesër do vi mundësia për ta përdorur, ne mund t'i njoftojmë 30 minuta përpara kundërshtarët tan, edhe vendin e objektivit ku do bjerë kjo dhe ti prapë s'ke kapacitetet ta rrëzosh të raketë. Dhe për këtë arsye ai të njofton 30 minuta përpara që të heqësh personelin njerëzor, po baza do të shkatërrohet. Pra nuk ke mundësi të mbrohesh në kjo. Prandaj nuk ka vlerë minutazhi në këtë aspekt. Oreshniku hyn te raketat që mund mbajë kokë bërthamore Dritan apo jo? Po. Dhe Kievin e ka për 2.7 minuta. Nuk ka vlerë, nuk ka vlerë. Sepse nuk ka rëndësi po thua. Nuk ka rëndësi sepse nuk ke sistem mbrojtje ndaj kësaj. Do me të paga shumë ne kemi parë se çfarë bën Oreshniku. Varet nga sasia e mbushjes që ka. Okej, ndërkohë, Dritan, shkojmë tek ngjarja më e madhe, le të themi, gjeopolitike, takimi Trump, Xi Jinping, ja ku janë edhe pamjet, shikojmë fytyrën e presidentit kinez, domethënë që nuk thot asgjë në fakt, e habitshme, domethënë janë përpjekur që ta lexojë, por nuk para lexohet. Si e lexove këtë takim, Dritan? Po, ishte një takim në kuadër të asaj që Kina ka thënë gjithnjë, pra Kina ka pasur disa
via disa parime, pra e ka ndërtuar marrëdhënien e saj dhe funksionimin e shtetit të saj mbi disa parime të cilat janë ngritur që në vitin 1950, parimet e para. Parimet e para ngritur nga Partia Komuniste në vitin 1950 janë 5 në atë kohë, të cilat janë transportuar dhe në çdo lloj mbledhje të Partisë Komuniste, pra në çdo 4 vjet, 5 vjet që ata mblidhen për të bërë dhe për të parë vimësinë e të ardhmes së Kinës, Partisë Komuniste. Pleniumet. Po. E para ka të bëjë Kina është një vend, pra ajo që parimi i parë ka qenë që Kina është një vend me zhvillim, pra nuk është një vend i zhvilluar, është një vend në zhvillim. Shteti i Bashkuar të Amerikës është një vend i zhvilluar, nuk është më një vend në zhvillim. Dhe Kina është një vend i zhvilluar me popullsi të madhe, ka qenë në vitin 1950 dhe qëllimi i kësaj ka të ndërtojë dhe ta kthejë vendin në një vend modern. Dhe aktualisht jemi drejt modernizimit, pra Kina po shkon drejt modernizimit. Por nuk është modernizuar e gjitha. Po. Kemi këtë. E dyta ka qenë që Kina nuk bën, parimi i dytë i tyre i vitit 1950 në kongresin e vitit 1950 ka qenë që Kina nuk bën asnjë aleancë me asnjë vend dhe me asnjë grup vendesh. Pra nuk hyn në aleanca me vend dhe me grup vendesh. Një kjo. Pastaj ka qenë parim dhe këto janë ndarë dhe kur këto kanë qenë 2 kryesorë dhe pastaj këto 2 kryesorë janë ndarë në ato 5 të cilat kanë mbetur 5 parimet kryesorë, 5 parimore quhen, 5 çështjet parimore të Partisë Komuniste Kineze. Ajo ka të bëjë me e para që bashkë ekzistenca paqësore, pra bashkë ekzistojmë në mënyrë paqësore. Po. E dyta ka qenë respekti ndërsjellë për integritetin dhe sovranitetin territorial të vendeve. E qartë. E treta ka të bëjë me mos sulmin e përbashkët, pra me një marrëveshje për mos sulm, pra ne nuk sulmojmë, pra. As ju mos sulmoni as se nuk sulmojmë, ne sulm të përbashkët. E katëra ka të bëjë mos në hyrje në punë të brendshme dhe pesta ka të bëjë ekualitet dhe përfitimi i përbashkët. Dhe në këtë aspekt, takimi me Donald Trumpin është në aspektin e ekualitetit përfitimit të përbashkët, në aspektin e mos në hyrjes punëve të brendshme, në aspektin e mos sulmit të përbashkët dhe në aspektin e bashkë ekzistencës në paqësore. Pra ne bashkë ekzistojmë si fuqi ekonomike në mënyrë paqësore. E qartë. Sepse po jemi në një luftë ekonomike dhe s'kem nevojë të jemi në një luftë ekonomike. Pra mund të bashkë ekzistojmë në mënyrë paqësore në përfitime të përbashkëta. Pra me përfitim të përbashkët. E qartë. Dhe këto 5 pika që janë atëherë, kur presidenti Xi Jinping erdhi në pushtet në 2012-ën, këto i ktheu në 3 pika atëherë. Edhe tha jo konflikt, jo përplasje, e dyta ishte respekt i ndërsjellë dhe e treta bashkëpunim fitimprurës i ndërsjellë. Këto janë 3 pikat që ka mbajtur Xi Jinpingi nga 2012 deri më sot. Dhe edhe ky takim është në bazën e kësaj që bashkëpunim dhe fitimprurës i ndërsjellë. Dhe edhe marrëveshjet e arritura në këtë takim janë në këtë kuadër. Bashkëpunim dhe përfitim i ndërsjellë. Okay. Pra, kjo lufta që tregtare nuk na sjell asgjë. Dhe pse them që pastaj vim sërish te deklarata e Trumpit, e cila është bërë për çështje politike për të hequr vëmendjen, sepse aty në korekta janë marrëveshje. Para janë marrëveshje për të hequr atë rregullin. Amerika ka hequr rregullin 50% për një vit. Pra Amerika ka pasur një rregull që e vendosi Trumpi në shtator të këtij viti, që çdo lloj kompanie perëndimore që kishte 50% kompani kineze do të shiste. Pra, e qartë. Kompania që kishte këta aksioneve duhet të shiste, të mos ishte më e përbashkët me kompani kineze. Dhe këtë Trumpi, pra u mor vendim që Trumpi ta anulloi këtë për një vit, dhe në bazë kësaj menjëherë dhe Kina suspendoi kontrollin e mineraleve të rralla për një vit. Pra, për një vit është shtyr kjo. Pastaj tarifat Kina vendosi që Shteti Bashkuar të Amerikës vendosi që të ulin tarifat Kinës deri në 47%. Pra kanë qenë 125%, po shkojnë 47%. Tarifat kineze dhe Kina vendosi që të mos tarifoj anijat amerikane që vinë në brigjet kineze, që mbushen dhe çdo anije tjetër perëndimore që vendosi do hyjnë tarifa me datë 1 nëntor. Pra, vendosi ta shtyhet atë për një vit, Dhe ajo çka është kryesorja ka të bëjë me një vendim tjetër i përbashkët, i cili bërë me ndalimi Shtetet Bashkuara të Amerikës morën përsipër të ndalojnë çdo lloj veprimi armiqësor ndaj anijeve kineze dhe ndaj të gjitha dhe ndaj industrisë të prodhimit të anijeve kineze. Dhe këtu është kryesorja. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosen të mos bëjnë më veprime armiqësore ndaj anijeve kineze. Dhe kemi sanksionet që u vun 2 kompanive të naftës dhe të gazit ruse, të cilat shesin naftë dhe gaz në këtë. Po. Dhe në rast se na ndihmon regjia, ju kam çuar një foto me disa anije. Po, regjia duhet të jenë aty foto se janë nisa. Një foto me
Me disa anije. Dhe kjo po thua lidhet direkt me atë? Absolutisht, pra, sepse ajo, këto anijet i shifni juve, në to dy rastet lartë, kemi një anije ruse, një anije indiane, një anije ruse, një anije indiane, naftë mbajtëse dhe gaz mbajtëse. Dhe këtu janë në ujrat ndërkombëtare. Kjo është një foto satelitore e bërë para 3 ditësh. Pra, anija ruse, me flamur rus, ka dalë në ujrat ndërkombëtare, ka ardhur anija indiane dhe ka marrë naftën nga anija ruse këtu. Dhe këtë e çon në portet indiane, depoziton atje, dhe atje e merr Kina. Dhe atje, ose merr Kina, ose India e përpunon, dhe pastaj ja shet Evropës, me tarifa tjera. Kurse këtu poshtë kemi një anije ruse, një anije kineze, dhe këtu një anije ruse, një anije kineze. Pra, në ujra ndërkombëtare, 2 anije me flamur të shteteve përkatëse, dhe anija ruse transporton naftën dhe gazin të anija kineze në territor ndërkombëtar, gjë që nuk thyhen rregulla ndërkombëtare, sanksionet, pra nuk bie pjesë e sanksionet, se sanksionet kanë bënë me shtetet, jo me territoret ndërkombëtare. Pra në këtë moment nuk kemi thyrje të sanksionit. E qartë. Nga asnjëra anë. As këtu, as këtu. Është korrekte çdo gjë. Në këtë aspekt me letrat jemi korrekte. Me letrat jemi korrekte. Sepse këtu bëhet lart për letrat, me letrat jemi korrekte. Dhe e merr Kina këtë dhe vendimi për mos të pasur veprime armiqësore ndaj anijeve kineze. Është ky pra, anijet kineze deri më sot nuk kishin mundësi lëvizje të lirshme. Dhe tashmë Shtetet Bashkuara të Amerikës janë angazhuar që nuk do kemë më veprimtari armiqësore dhe pra, këto do vinë, do mbushen dhe do ikin sërish. Dhe do shpërndahen. Pra, këto tutje do ta marrin naftën. Pra, gjithçka është propagandë për nevojat brendshme, ndërkohë biznesi do vazhdojë siç ka qenë, pra nuk ka ndërprerje të asgjëje. Sanksionet plus pikërisht sanksionet janë thjesht për propagandë. Edhe deklarata që bëri Trumpi është për propagandë. Por marrëveshja që bën është shumë e rëndësishme se sa deklarata që bën. Plus u morën vesh që në vitin 2026 ata do takohen të paktën 2 herë, pra Trumpi me Xi Jinpingin. Trumpi premtoi që do shkojë, do marrë pjesë në Kinë, në prill, në Kinë bëhet një marrëveshje APEC-u, nuk e di se është një marrëveshje, një mbledhje që Kina organizon çdo vit, edhe është ftuar edhe Trumpi të marrë pjesë në këtë. Trumpi premtoi që do vinë në prill. Ndërsa në tetor ose në nëntor, prillin që vjen të 2026, në tetor ose në nëntor, në Amerikë bëhet mbledhja e G20-s, edhe Xi Jinpingi premtoi që do të vinë rast se ftojmë dhe Trumpi e ftoi, pra do të marrë pjesë. Pra i bie që vitin që vjen të takohen 2 herë. 2 herë. Dhe normalisht që të gjitha ato marrëveshje u bën si vjet do të shtohen edhe për nga një vit edhe pra do vazhdoi tregtia. Dhe të gjitha këto që thashun nuk janë bërë publike. Në fakt nuk ka lajme. Po, pse nuk ka lajme? Sepse lajmi merret me deklaratën e Trumpit. Pra është bërë dëta e deklaratë që ti të heqësh vëmendjen dhe realiteti është kjo. Pra po të shohësh të realitetin e këtyre marrëveshjeve, atëherë bie që të gjitha ata që janë kundër ata ti çojnë dhe të argëzojnë Trumpin. Po ndërkohë s'merret askush me atë, sepse them tash po shkojmë drejt përplasjes bërthamore, pra retorika, por realiteti është komplet diçka tjetër. Çfarë do të thoshte dhe çfarë do të thonë marrëdhënie të tilla? Marrëdhënie të tilla do thotë Trumpi në këtë marrëdhënie i kërkoi Xi Jinpingit që të bashkë të menaxhojmë botën, i tha. Po. Pra vetëm për këtë nuk u morën vesh. Për menaxhimin e botës. Bëjmë një akord. Vetëm këtë nuk patën akord, për arsye se kinezët e kanë refuzuar. Trumpi nuk është i pari që propozon këtë. Ky është propozimi bërë para 16 viteve. Administrata Obama e ka bërë për herë të parë këtë propozim dhe në administratën Obama për herë të parë këtë e ka nxjerrë, është një institut i caktuar, në ato instituti, unë harrova do ta kem këtu, të më falni. Pra Instituti Peterson, i cili merret me studimet për ekonominë ndërkombëtare, bëri një artikull në cilën e titullonte Një partneritet ndërmjet të njëjtëve. Të njëjtëve. Pra SBA dhe Kinë, pra janë të njëjtë, një partneritet ndërmjet të njëjtëve dhe sugjeronte që SBA dhe Kina të bënin partneritet dhe të sundonin botën, të ndanin dysh, pra gjysmë e botës Kina, gjysmë e botës të ndante Amerika dhe këta të bënin partneritet për këtë sundimin. Më pas këtë e mori Hillary Clinton, e cila ishte sekretare e shtetit në atë kohë dhe në vizitën që vajti në Amerikë, në Kinë, kur ishte sekretare e shtetit, deklaroi që Kina dhe Amerika ndodhen në të njëjtën varg. Pra ishte pjesë e kësaj filozofie dhe ju propozua në kohën e Obamas por kinezët e refuzuan këtë dhe këtë biles kësaj ide u bashkangjit dhe Kissingeri në atë kohë. Edhe Kissingeri u bashkangjit. Dhe biles Kissingeri e shpjegonte në aspektin, bëri disa shkrime në atë kohë ku thoshte që Kina dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të jenë bashkë si dy vende, si një komunitet që i ka bërë bashkë fati, pra i bëri bashkë fati njësoj si komuniteti transatlantik pas luftës së dytë botërore. Pra në këtë aspekt. Por qeveria kineze në 2009 e refuzoi këtë. Pra për herë të parë në 2009 ata u shprehen publikisht kundër kësaj gjëje. Pra refuzimi ndodhi në samitin e Pragës në vitin 2009, samiti Kin Bashkimi Evropian. Ka qenë samiti
Atëherë deklaruan që Kina, pra ministri i jashtëm që mori pjesë në atë summit deklaroi për publikisht që Kina nuk bëhet pjesë e kësaj ideje, sepse tha tekstualisht deklaroi që kjo ide është e pa bazë dhe e pa arsyeshme. Pra ideja. Dhe kjo ka të bëjë, po e njëjta gjë ka ndodhur, pse ka ndodhur dhe pse vazhdon të jetë e tillë. Këtë ide përpara se të shprehej publikisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo ide para 16 viteve, të cilën tashmë e shprehu Trumpi si një G2, Trumpi e quajti G2. Takimin. Po, quajti G2 takimin. Pra G20, G2, G7, G2, e quajti takimin. Në 1974, për herë të parë, nën kryetari i Kinës që ka qenë Deng Xiaopingu, ka qenë atëherë. Deng Xiaopingi mori pjesë për herë të parë në 1974 Kina merr pjesë në një mbledhje të Kombeve të Bashkuara në një delegacion të lartë. Më duket se kam çuar është një foto Bardezi regjia. Bardezi atje në atë dhe për herë të parë merr pjesë në një mbledhje të Deng Xiaopingi në sallën e OKB-s. Pra nën kryetari i Kinës, nën kryetari që ishte zëvendësuesi i Maos, pra zëvendësi i Maos, merr pjesë dhe udhëheq një delegacion kinez në asamblen parlamentare të 1974-s në Kombet e Bashkuara. Dhe në këtë mban një fjalim. Dhe fjalimi i tij është shumë interesant që ka të bëjë me këtë propozim të bërë para 16 viteve dhe të ribërë tashmë nga Trumpi. Unë nuk e mbaj mend të tërë, po thjesht do t'ja lexoj. Perifrazim. Do t'ja thotë Kina është angazhuar të mbështesë vendet e tjera në zhvillim dhe mbrojtje të sovranitetit kombëtar, në zhvillim të ekonomisë kombëtare dhe në luftë kundër imperializmit, kolonializmit dhe hegemonizmit. Nëse një ditë Kina do të ndryshojë ngjyrë dhe do të kthehet në një superfuqi dhe që do të luajë tiranin, duke bërë agresione si vendet e tjera, në këtë moment gjithë popujt e botës duhet ta identifikojnë këtë si një social imperializëm, ta ekspozojnë dhe së bashku me popullin kinez ta rrëzojnë atë. E qartë. Pra, Deng Xiaopingi i ka bërë para prit të 74-ën këtij propozimi të para 16 viteve dhe ripropozimi sëri të Trumpit. Prandaj dhe kinezët nuk lëvizin nga këto. Dhe nuk ka për ndodhur, ishte vetëm gjë që ja kundërshtuan Trumpit. Pra vetëm për këtë nuk u morën vesh, për G2. Për një akord. Për një akord të tillë që për një akord të madh dhe dritan se Trumpi tha kemi vënë notën 12. Po mirë, marrëdhënia. Nga 1/10 nota 12. Normalisht sepse ishte në një luftë tregtare. Ishin në një luftë. Pra tregtare, e cila do fillonte me datë 1 nëntor dhe e cila do të ndikonte në të gjithë botën, në të gjithë globin, kjo lloj lufte tregtare ndërmjet Kinës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe që ti kur arrin ta ndalosh të luftë, më që e kalon 10 pikshin, pra kalon çdo lloj ndërkohë parashikimi, pra kur kalon parashikimit të 12, 14 veç të duash, po kalove parashikimin mund t'i vesh edhe notën 100, nuk është. Po. Ja ku është great meeting. Po pikërisht. Dritan, ndërkohë nuk u fol për Trumpi ka kërkuar ndihmë presidentit kinez edhe për zgjidhur situatën në Ukrainë. Por nuk ka patur, le të themi, një përgjigje, do mundohemi që, por nuk ka pasur në këtë, pra nuk ka pasur një kërkesë nga Trumpi, mos ta nxjerrim se nuk ishte kërkesë nga Trumpi, ishte një në valën e diskutimeve, pra diskutim për ndërprerjen e konfliktit në Ukrainë. Pra Kina mund të ndërhyjë për ndërprerjen dhe Kina ka thënë do të diskutojmë, pra nuk kemi pasur diskutim ose kërkesë në këtë rast. Do ta diskutojmë. Po do ta diskutojmë. Mund ta lexojmë si refuzim të Kinës për të Jo, unë nuk e shoh. Kinezët si thash, vazhdojnë të qëndrojnë atyre parimeve të tyre, pra jo konflikti o përplasje, pra parimi i parë kryesor që ka Xi Jinpingi, i cili edhe në kongresin e vjetëm e theksoi këtë jo konflikti o përplasje. Pra mbi këtë parim kinezët ecin, jo konflikti o përplasje. Prandaj edhe nëse ke parë nuk para shprehen qartë për gjëra që i cënojnë, po për gjëra që nuk i cënojnë nuk shprehen qartë. Zakonisht flet ministri i jashtëm, nuk para ekspozohet presidenti. Ndërkohë Dritan, për Tajvanin pati... Jo, për Tajvanin nuk pati asnjë lloj bisedimi, asnjë lloj bisede dhe as nuk është cekur fare në bisedime Tajvani. Po në lidhje tani Dritan me këtë vizitë të Trumpit në lindjen e largët, çfarë mendon se ishte e rëndësishme? Shiko, më e rëndësishme nga gjitha ishte kjo që folëm, marrëveshjet që arriti të bëjë me Kinën. Pra, dhe ndalimin e kësaj lufte tregtare e cila do të cënonte. Pra, kanë ndaluar luftat tregtare. Po, luftat tregtare për një vit u ndalua, pra u shty. Pra, për një vit njerëzimi do vazhdoi, tregtia botërore do vazhdojnë të marrë frym, lirshëm. Dhe në këtë hym edhe neve, sepse çdo lloj malli, me datë një edhe kinezët vinin
tarifa, taksa, nuk lejonin të shisin mall tjetër, pra çdo lloj malli kinez që vinte do të kishte tarifa të tjera, taksa të tjera, gjëra të tjera, dhe do të prekte jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, vetëm Evropë, po të na prekte edhe neve. Jemi në pikën dhe tu jemi në pikën siç ishim. Pra në pikën siç ishim vazhdojmë edhe për një vit tjetër. Edhe për një vit nuk do të ketë kjo. Absolutisht. Dhe kjo është gjë e mirë. Pra kjo është më e suksesshme. Të gjitha të tjerat, unë them në aspektin ndërkombëtar dhe gjeopolitik, kurse në aspektin e Amerikës, Trumpi arriti disa marrëveshje me Korenë e Jugut, arriti me Japoninë. Po ato janë të pavlefshme për aspektin gjeopolitik dhe ndërkombëtar. Ato janë vetëm për Amerikën në aspektin e brendshëm politik, pavarësisht se janë të pararealizueshme ato marrëveshje. Sepse për Kinën që shikoj nuk është një mesazh për Kinën, nuk është një mesazh për Kinën, sepse ato nuk arritën, nuk u bë marrëveshje për vendosje bazas për rritje kapacitete ushtarake amerikane ose të industrisë amerikane në Japoni ose në Kore, por u bë marrëveshje që këto vende të investojnë para në Amerikë. Pra nuk e prek Kinën në këtë aspekt. Dhe marrëveshjet që u bën janë të paralizueshme, për arsye se për shembull bën një marrëveshje me Korenë e Jugut, e cila do investojë $350 miliardë ndërkohë që gjithë buxhetin Korea e Jugut e ka $450 miliardë. Pra është jashtë logjikës. Janë marrëveshje të paralizueshme, të cilat kërkojnë miratime kongresesh, miratime parlamentesh në vendet përkatëse dhe që nuk kalojnë. Pra thjesht janë marrëveshje politike për përdorim propagandik nga ana e Trumpit që arrita këtë, njësoj si marrëveshja që arriti me Ursula von der Leyen për Evropën, por Ursula von der Leyen nuk ka tagër të detyrojë Evropën të investojë. Pra kjo është gjithë. Ndërkohë dritan kemi takimin e Trump me Putinin, kemi takimin e Trump me presidentin kinez, kemi, le të themi, në datën 3 shtator atë paragalimin Xi Jinping, Putin edhe Kim Jong-un. Aja ka dalë, mendon Trump, me këtë lëvizje që ta, le të themi, ta ndaj Kinën nga Rusia? Jo, nuk ja ka dalë, pra që siç thash, tentativa e Trumpit për ndarë Kinën nga Rusia ishte propozimi i G2-shit, propozim cilin kinezët e refuzuan dhe e kanë refuzuar prej vitit 1974. Pra, kjo e mbyll qartësisht që nuk ka, pra kinezët do të mbajnë ato marrëdhënie që kanë, pasi e shohin Rusinë si një vend ekzistencial për ekzistencën e tyre. Pra në momentin e shorjes së Rusisë, ata shohin ekzistencën të vetvetja e tyre. Pra nuk ndodh kjo dhe e kanë deklaruar edhe më përpara. Do të kemi një parasysh që deklaratat e Kinës dhe të Rusisë kanë qenë deklarata konsistente që nga viti 2008 e këtej, pra nuk kanë ndryshuar. Deklaratat amerikane ndryshojnë sipas presidentëve, sipas administratave, edhe brenda një presidenti ndryshojnë brenda një muaj, 2 muaj deklaratat të çuditshme. Por unë i shoh këto deklaratat e presidentëve amerikanë si një tentativë të politikës brendshme dhe jo të politikës jashtme, për arsye se shoh që amerikanët janë të qartë në politikën e jashtme që Rusia dhe Kina nuk mund të ndahen. Pra në këtë aspekt janë bashkë, edhe për shkak të ekonomisë, edhe për shkak të lidhjeve të tyre gjeografike. Pra është e pamundur që ta ndash. Por ka nga ata amerikanë të cilët e shohin dhe unë do doja që të ishin më të shumtë dhe ta merrnin dhe të ishin në kontrollin e shtëpisë bardhë që të shihnin këtë bashkëpunimin tresh, pra siç e ka Kina, pra respekti ndërsjellë, bashkëpunim fiti për ursin ndërsjellë. Në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të ishin dorë nga retorika e luftës së bashku me Evropën, nga retorika e acarimit të patdomosdoshëm, pra thjesht për interesat tyre afat shkurtra dhe jo afat gjata, edhe me gjeografi mund të lidhen këto tre vende, pra se siç lidhet me anë gjeografik, Amerika lidhet me gjeografi me Rusinë, Rusia lidhet me Kinën, dhe kjo lidhje mund të sillte botës një avantazh shumë të madh në zhvillimin ekonomik dhe intelektual. Pra, të atë energji që njerëzit harxojnë sot për çështje të luftrave të kota mund të harxhonin në të mirë të njerëzimit, sepse lufta nuk është e mirë, nuk është në të mirë të njerëzimit. Është në të mirë të individëve të caktuar, por jo në të mirë të njerëzimit. Prandaj them që nuk ndërkohë sipas CNN-it Irani po rregullon, po restauron, le të themi, programin e tij raketor me ndihmën dhe furnizimin nga Kina. Kjo është sipas CNN-it. Kaluam, le të themi, nga takimi Trump Xi Jinping tek Irani. Çfarë po ndodh me... Po ka një gjë, nuk kemi një restaurim të programit raketor të Iranit, sepse po të themi restaurim, do të thënë shiko, qëllimi është propaganda shumë perfide në këtë mes. Dhe ka të bëjë kur thon tetimi i CNN kur thotë që restaurimi i programit raketor, do të thënë që
Izraeli ka shkatëruar programin raketor, po s'është e vërtetë që ka shkatëruar. Pra, krijohet kjo ideja që këta e pasan shkatëruar dhe po e restaurojnë. Jo, nuk kemi restaurim. Restaurim kemi kur kemi shkatërim. Kemi rritje të sistemit të programit raketor. Pra kemi rritje të kapaciteteve të programit raketor. Dhe kjo ka ardhur për shkak se Kina, Rusia ka bler Irani ka bler nga Kina diku të rreth 2000 ton sodium, është një lloj materiali që përdoret për prodhimin e sodium se si quhet. Më fal, se është çështje kimike, nuk nuk ka problem. Po. Jo, do ta kemi diku. Ka bler këtë sodiumin 2000 ton dhe me këtë 2000 ton mund të prodhohen 500 raketa. 500 raketa hipersonike. Raketa nga ato balistike. Raketa balistike që përdorin luftën kundër Izraelit. Pra, me këtë sasi mund të prodhoj 500 raketa të tjera. Pra, prodhoj karburant për 500 raketa të tjera. Pra, kemi shtim në këtë aspekt të programit raketor, pra shtim të sasisë të raketave në këtë program, po jo restaurim të programit. Restaurim të programit do të kishim në rast se do të kishim prodhim të raketave të reja, sisteme të reja. Pra, nuk kemi ndryshim sistemesh. Kemi shtim të prodhimit të atyre sistemeve që kemi. Prandaj nuk bëhet lart për restaurim. Dhe kjo ka ardhur dhe këtë e ka bler në momentin që Kina dhe Rusia deklaruan në Kombet e Bashkuara që marrëveshja që ishte 6+1 që ishte bërë pa vendet e Bashkimit Evropian të që vinin sanksione Iranit në rast se nuk do të merrte pjesë në atë marrëveshjen që bën atëherë me Shtetet Bashkuara të Amerikës në kohën e Obamës, kjo marrëveshje mbaronte në fund të tetorit. Pra me datë 29 tetor marrëveshja mbaron, nuk ka asnjë efekt. Ndaj nuk do të njohin asnjë lloj sanksioni që vihet Iranit, sepse nuk marrëveshja mbaronte në këtë vit. Po. Dhe për këtë arsye ata kanë vendosur t'ia shesin këto sepse nuk po shkelin asnjë sanksion. Dhe kanë njoftuar dhe Kina për këtë shitje ka njoftuar edhe Kombet e Bashkuara. Pra është përtej sanksionit kemi kaluar afati kur mund vendoseshin sanksionet. Pra këto sanksione nuk mund vendosen më se marrëveshja ka pasur afat deri me datë 29 tetor të vitit 2025. Mbaroi afati, ne e shesim dhe jemi brenda rregullit. Pra duhet një marrëveshje e re, një mbledhje e re për të vendosur sanksione. Mbledhje e re, pra kjo do thotë që të kemi një mbledhje e tretë të Këshillit të Sigurimit për të vendosur sanksione, që është e pamundur që të vendosen sanksione tashmë Iranit. Vendet e tjera do vazhdojnë të mbajnë sanksione, sepse në Këshillin e Sigurimit Rusia dhe Kina, cilat po deklarojnë që nuk do vendosim sanksione, sepse kanë mbaruar afati sanksione për Iranin. Afati sanksione ka pas vulën e Këshillit të Sigurimit. Ka qenë marrëveshje dhe vule e Këshillit të Sigurimit, me vendim të Këshillit të Sigurimit kanë votuar pro të gjitha vendet, kur i vendosën atëherë në marrëveshjen që bëri, pra në rast se do thyente marrëveshjen që ishte JCPOA marrëveshja, që bëri atëherë me Obamën, Irani, në rast se thyente këtë marrëveshje, do të viheshin sanksione. Kjo ishte, dhe kjo marrëveshje mbaronte në 2025, tetor 2025-s. Kështu që marrëveshja ka mbaruar dhe nuk mund të aplikohet më. Vendet evropiane, cilat kanë thënë ne do vendosim sanksione, ato mund vendosin sanksione, por nuk janë në kuadër të Kombeve të Bashkuara. Nuk i pengon Rusinë dhe Kinën të vazhdojnë të furnizuar dhe kjo është edhe arsyeja pse i është shitur kjo sasi, e cila në realitet ka kërkuar ta blejë këtë sasi vjet. Pra parat për këtë sasi janë paguar që vjet. E qartë. Po livrimi nuk është bërë sepse ka qenë brenda kësaj. Pra Kina ka qenë një nga votuesit në Këshill të Sigurimit të këtij programi për këto sanksione. Dhe duke qenë se këto mbaronin në 2025 dhe ju shit tashmë. Pra, tashmë u livrua, po pagesa është bërë që vjet realisht për këtë. Por nuk është livruar sepse nuk mund livrojë sepse bënte shkelje. Pra, edhe Kina ishte një nga firmtarët e kësaj marrëveshje dhe shkelte marrëveshjen. Dhe për këtë arsye nuk ja ka dhënë, po ja livroi tashti. Ndërkohë, Dritan, ajo që vihet e re së fundmi, domethënë çfarë mund të ketë nuanca, është që me ç'duket Izraeli mund ta sulmoj Libanin për shkak se ky i fundit nuk ka respektuar, le të themi, marrëveshjen për çarmatosjen e Hezbollahut. Libani nuk ka asnjë marrëveshje për çarmatosjen e Hezbollahut. Nuk ka bërë marrëveshje as me kënd për çarmatosjen e Hezbollahut. Nuk ka bërë marrëveshje as me Hezbollahun, nuk ka bërë marrëveshje as me Izraelin, as me Kombet e Bashkuara, as me askënd. Po. Dhe as me Unifilin, pra as me forcat e Kombeve të Bashkuara që ndodhen në Liban për çarmatosjen e Hezbollahut. Çarmatosja e Hezbollahut ka të bëjë me një kërkesë të dërguarve të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Liban, të cilët i kanë premtuar Libanit që me një afat caktuar që i kishte dhënë Donald Trumpi, që afati mbaronte me datë 20 tetor të këtij viti, pra në rast se deri në 20 tetor ju nuk ndërmerrni çarmatosjen e Hezbollahut, atëherë ka qenë kjo ka qenë një e tillë. S'ka të bëjë me marrëveshje, pushimi asgjë.
Dhe në rast se ju e bëni çarmatosin e Hezbollahut, pra neve ju ndihmojmë ju për krajm ushtarakisht, politikisht në armatosin e Hezbollahut, juve do të përfitoni diku rreth 600 miliard dollar investime, të cilat janë pjesë e akordeve abrahamike, pra të tilla gjëra. Po. Dhe Libani ka refuzuar tashmë përfundimisht ta bëjë këtë, për arsye edhe të përplasjes që ka me Izraelin para 3 ditësh. Forcat izraelite hynë në një qytet libanez në Blida, rase nuk gaboj, në qytetin Blida. Hynë në ora 1 të natës, u largonë në ora 4 të mëngjesit, pushtuan qytetin, vranë një punonjës të bashkisë të qytetit, një roje të bashkisë që ishte aty. Dhe pas këtij vendimi, pas këtij veprimi, shkataruan disa objekte, disa gjëra dhe pas këtij veprimi, presidenti aktuali i Libanit ka thirrur shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë libaneze, ka udhëzuar dhe urdhëruar si komandanti i forcave të armatosura të Libanit që këtë tutje çdo lloj kalimi i forcave izraelite në kufirin libanez, çdo lloj të kalimit duhet të përballet nga ushtria libaneze. Pra ushtria libaneze është autorizuar që të ndërhyjë nga presidenti. Dhe me këtë ndërhyrje, me këtë vendim për shkak të këtij akti që kanë bërë futja, realisht aktet kanë qenë të shumta deri më sot që nga nënshkrimi i marrëveshjes, që nga nënshkrimi i anëpushimit, diku rreth 631 goditje ka ndërmarrë Izraeli kundër Libanit. Objektiva ka goditur kundër Libanit duke shkelur 631 herë këtë marrëveshje e anëpushimit. Por kjo e fundit, duke qenë se shkataruan edhe bashkinë e qytetit, pra ishte një shkatarim i një bashkie qyteti llogaritet janë institucione shtetërore, pra dhe ti kur godet të shkatërron institucionet e një shtetit, atëherë në këtë moment presidenti u detyruar të marrë këtë veprim dhe në ndihmë të kapaciteteve të ushtrisë libaneze ka dalë edhe Hezbollahu, i cili ka thënë në çdo moment që ushtria libaneze do të kërkojë ndihmë për të përballur me ushtrinë dhe forcat izraelite që hynë në territor, ne jemi të gatshëm të japim ndihmë. Pra nuk bëhet më llaf për çarmatosje të Libanit, por kemi një kërcënim nga ana e të dërguarve amerikan për Libanin, të cilët thonë Shtetet e Bashkuara po braktisin Libanin. Shtetet e Bashkuara kanë braktisur Libanin prej ditës që kanë shkuar. Dhe kjo lidhet fiks me ato që theti iniciativa amerikane për të nxitur Hezbollahun që të çarmatoset. Po, pra nuk kemi marrëveshje me iniciativë. Ke shumë drejt. Që gabimi im. Dhe në këtë aspekt janë duke i dhënë, pra po vazhdojnë të kërcënimi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po abandonojnë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë abandonuar Libanin sepse nuk kanë dalë në asnjë moment në krah sa herë Izraeli ka thyer marrëveshjen e anëpushimit dhe tashmë kjo do të thotë që ata po japin leje Izraelit që të sulmojë sërish Libanin dhe Izraeli është duke u bërë gati për të risulmuar Libanin dhe për të marrë territoret e jugut. Pra do të kemi sërish një luftë në Liban. Jemi në fillimet e përplasjes tërheqja e Amerikës. Dhe kjo mund të që palët do përplasen, por kjo mund na sjellë një përplasje të re edhe në Gaza, për arsye se Hezbollahu hyri në luftë me Izraelin për shkak të Gazës. Dhe tashmë Gaza ka në pushim. Izraeli do sulmoj Libanin dhe Hezbollahu do hyjnë luftë. A do hyjë Hamasin luftë tash për Hezbollahun? Kjo është ata hyjnë luftë për pra ata hyjnë në luftë për Hamasin. Tash a do hyjë Hamasi për Hezbollahun? E qartë. Pra kjo mund ta rindezi sërish rajonin. Dhe në këtë moment kur të hyjnë këta, po Irani a do hyjë se edhe Irani ndërhyri. Pra, a do të ndizet e gjithë situata sërish në linjën e mesme për shkak të kësaj? Dhe Izraeli po bëhet gati. Izraeli është duke bërë gati, duke nuk ka më asnjë pengesë në kuptimin në kuptimin diplomatik. Amerika e hoqi kishte vetëm një pengesë diplomatike për një sulm të armatosur të plot ndaj Libanit, pra e kishte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës hoqën dorë nga kjo dhe i kanë lënë dorë të lirë që në çdo kohë që ata shohin të arsyeshme të sulmojnë Libanin totalisht. Ndërkohë, Dritan, dhe jemi tek këto janë zona të kontrolluara, pra këto janë zona që i përkasin Hezbollahut. Pra, Hezbollahu e ka ndarë në 3 zona kryesore. Njësia Jun, Aziz, njësia Nasser dhe edhe Badr, edhe njësia Badr, që këto janë në jug të Libanit. Është ndarë në 3 grupe. Funksionon Hezbollahu në jug të Libanit. Me atë tjetën të dronëve dhe kemi një hartë tjetër izraelite para një jave ka bërë pra shtabi i përgjithshëm i ushtrisë izraelite ka bërë një ajo që ishte me dronët. Jo tjetra, regjia tjetra. Dhe ka konkluduar sipas shërbimeve sekrete të Izraelit dhe Amerikës dhe Anglisë, të cilat kanë ndihmuar në mbledhjen e dënave. Hezbollahu i ka rritur kapacitetet e veta dhe arsenalin e tij gjatë gjithë kësaj kohe. Dhe imagjinon, ka mbyllur me fjalë me 2000 dron, dhe tashmë ka 2500 dron të fuqin, pra bëhet llaf për këta dron, për dron të cilët kanë mbajnë deri në 90 deri në
50 kg 80 kg, po. 80 kg e kanë peshën që mbajnë eksploziv, ecën me 370 km/h, 120 km larg, pra dhe është i madh. Pra kanë rritur arsenalin e tyre, të prodhimit të armëve, të prodhimit të dronëve, kanë rritur kapacitetet e tyre dhe ajo çka po i nxit tashmë izraelitët që të nisin një luftë është sepse Hezbollahu ka bërë ndryshimin e të gjithë komandantëve. Pra të gjitha njësitë kanë ndryshuar komandantët. Po. Dhe është ristrukturuar, rienergjizuar dhe askush nuk ka dieni se kush janë komandantë të ri. Pra as Izraeli nuk i njeh komandantë të ri dhe i duhet të nisi sa më parë një luftë që të nxjerrin në pak kush janë komandantët që t'i eliminojë, sepse nuk po eliminon dot, pra nuk ka më. Edhe ata komandantë që mbetën gjallë nga lufta e parë janë shkarkuar nga detyra dhe janë zëvendësuar me njerëz të rinj. Pra nuk janë më, janë të gjithë të rinj dhe këtë nuk e ka asnjëri dienin. Dhe plus Irani ka ndihmuar në ngritjen e këtyre kapaciteteve, edhe të trajnimit, edhe të kapaciteteve dhe të strukturës së re ushtarake, se kanë ndryshuar edhe një strukturë ushtarake, pra Hezbollahu ka ndryshuar. Dhe ajo harta tjetër që ishte, është harta e cila tregon regjia është ajo harta. Kjo është harta, një hartë e bërë nga shërbimet sekrete izraelite, e cila tregon mënyrën se si pas rënies së Sirisë, Irani ka funksionuar dhe ka sjell armatime, municione dhe ndihmë. Pra në drejtim të Libanit, të Libanit, në Beirut në drejtim të Hezbollahut. Pra duke përdorur këto rruga. Bandar al-Abbasi, kjo e jeshila është rrugë detare. Po. Kjo e kuqja është rrugë toksore, dhe pastaj me rrugë detare, kurse kjo broza është rrugë ajrore. Pra, me rrugë ajrore kanë vajtur në disa vende të ndryshme dhe pastaj kanë përfunduar këtu nëpërmjet fluturimeve të tjera që ti duke mbuluar fluturimin që ti mos ta shohësh. Po kështu, pra imagjinoni, pra nga Bandar Abbasi ka ardhur në Afrikë, nga Afrika lëvizin me kamion nëpër Sudan, nëpër këtë vinë këtu dhe pastaj nisen nga Tunizia, nga Algjeria, dhe përfundojnë këtu, pra nuk është për të humbur gjurmët. E kanë humbur gjurmët dhe vinë armatimi, municioni. Nuk bëhet llafë, në armatimin nuk kanë ardhur raketat. Pra kanë ardhur pjesët kryesore për ndërtimin e raketave. Ndaj Izraeli është i shqetësuar edhe Hezbollahu i ka këto për vetmbrojtje. Izraeli është i shqetësuar sepse rritja e kapacitetit të Hezbollahut do të detyrojë Izraelin, pra do ta ketë shumë edhe herë më të vështirë se sa e kishte herën e parë me Hezbollahun, për arsye se ajo luftë disa mujore që bëri me Hezbollahun, pra një vjeçare i bëri me Hezbollahun, i dha Hezbollahut një përgatitje shumë të lartë në aspektin e përplasjes me Izraelin. Po nuk e ka Iranin dhe nuk e ka mos Sirin. Iranin e ka. Sirin nuk e ka. Iranin në kuptimin e lidhjes drejt për drejt, se Iranin po. Dakor, nuk ka pasur në vlerë, po Iranin e ka, Sirin nuk e ka. Siria nuk ka në vlerë për Hezbollahun, për arsye sepse Hezbollahu kishte vlerë për Sirin, sepse Hezbollahu luftonte në Siri dhe mbante Bashar al-Assadin. Pra nuk është se e mbante Siria Hezbollahun. Hezbollahu e kishte të lehtë, pra ky armatim dhe këto çipa, këto gjëra, këto mekanizma që duhen për ndërtimin e avionëve, dronëve, raketave që ata kanë, ishte më lehtë se kishin rrugë më të shkurtër. Pra ishte rritur kostoja e marrjes së këtyre që i merrin direkt nga Irani në Siri edhe kalonin në Liban. Por në aspektin ushtarak nuk kishte vlerë Siria për Hezbollahun as fare. Cili do jetë objektivi ndërhyrjes Izraelit në rastin konkret dritan? Qëllimi i Izraelit është pushtimi i jugut të Libanit, atë që ka pasur deri në vitin që bëri në vitin 1982. Që e pari në vitin 1970 dhe mbajti deri në vitin 90. A do të shkojë ndaj Hezbollahut të kërkojë të njëjtën gjë që kërkoi për Hamasin, fjala vjen çarmatosjen dhe absolutisht nuk e qendor çarmatosjen dhe zhdukjen e saj, të njëjtën kërkesë do ketë, por kërkesë e cila nuk ka vlerë, ashtu nuk ishte vlerë ndaj Hamasit, nuk do të ketë vlerë as ndaj Hezbollahut. Dhe qëllimi i tyre është marrja e territoreve në kontroll. Dakor, puna është çfarë do të prodhojë, se po do prodhojë një luftë, një përplasje, prodhojë një Gaza, ai objektivi. Jo, nuk prodhon dot Gaza në jugun e Libanit, sepse territori është i tillë, pra e ka pothuajse të vështirë të prodhojë një Gaza, nuk hyn dot siç hyri në Gaza, pra ku hynte për shembull, këtu nuk hyn dot në këto territoret e kontrolluara, pra janë territoret të kontrolluara nga Hezbollahu dhe Hezbollahu nuk është nga vitit 1982. Pra kur Izraeli hyri dhe mbajti të pushtuar Libanin deri në vitin 1990 dhe deri në vitin 2000, dhe në vitin 2000 u tërheqi nga jugu i Libanit për shkak të presionit të Hezbollahut. Për shkak të presionit të Hezbollahut tashmë është një ushtri e rregullt, pra nuk është Hezbollahu ndryshon nga Hamasi. Hamasi është një ushtri guerrile, një forcë guerrile me sisteme të luftës guerrile, kurse Hezbollahu është një forcë komplet tjetër, është një forcë ushtarake e mirëfillt, me struktura të mirëfillta ushtarake, me kapacitete të mirëfillta ushtarake dhe me eksperiencë lufte
shumë herë më të madhe se sa eksperienca që ka ushtria izraelite, sepse ka bërë luftë për 12 vjet në Siri. Pra të gjithë personeli i Hezbollah pothuajse ka kaluar nga 2 ose nga 3 qëndrime 6 mujorëshe në Siri në luftë. Plasja me Hezbollahun po thuan nuk do të jetë si ajo me Hamasin. Dhe pam gjatë kohës që nuk arriti të merrte dot asnjë territor në kontroll, pra është komplet ndryshe për plasja me Hezbollahun. Sepse kemi të bëjmë po thua me një njësi kemi të bëjmë me një ushtri të rregullt. Kemi të bëjmë me një ushtri brenda Hezbollahu është një shtet brenda shtetit. Funksionon si shtet brenda shtetit. Dhe merr pjesë si një shtet brenda shtetit të Libanit dhe merr pjesë edhe në shtetin e Libanit. Si merr pjesë? Merr pjesë sepse është i përfaqësuar politikisht edhe në parlamentin e vendit. Ka deputet, është parti politike, është parti politike, është forcë politike dhe ushtarake. E qartë. Edhe sociale. E qartë. Drita, nuk e di, ai kemi, se nuk e di si e kam kohën, po një koment e doja nga ty për njohjen, me që jemi dhe Libani dhe Siria, njohjen e Sirisë për Kosovën, nëse një koment 5 minuta, sepse më duhet po vinë 2 miqt e tjerë të emisionit. Nuk është ndonjë gjë e madhe, njohja e tillë. Al-Shara ja ka borxh Kosovës njohjen për arsye se forcat e para që janë stërvitur për të luftuar kundër Bashar al-Assadit janë stërvitur në Kosovë. Kosovë në 2014 u hapën 2 qendra trajnimi, i hapën amerikanët dhe sollën sirian, i stërvisnin aty për periudhë 1 mujore, 2 mujore dhe prej aty pastaj çonin në Siri, i armatosin për të luftuar kundër Bashar al-Assadit. Pra Kosova është vendi i parë dhe i vetëm që ka bërë të. Më pas, vonë e ka bërë Turqia këtë punë, por Kosova është e para që ka bërë këtë. Kështu që Bashar al-Assadi, kështu që ky Ahmed al-Shara, duke qenë se është një nga udhëheqësit e grupeve terroriste që luftuan kundër Bashar al-Assadit, erdhi tashmë në pushtet, unë besoj që ai kishte borxh Kosovës dhe ja lau këtë borxh. Çfarë do të thotë në kuptimin nuk ka asnjë kuptim tjetër. Ka një kuptim simbolik në aspektin se Kosova shton edhe një njohje, e cila normalisht e kam foto në regji, do të kem foto. Për 5 vjet nuk ka pasur asnjë njohje dhe erdhi kjo njohje, besoj që ka ardhur jo për shkak të presionit Kosovës ose të lidhjet Kosovës, por për shkak të Arabisë Saudite. Ishte Bin Selmani në foto, regjia duhet tjetër, jo? Është Arabia Saudite e cila i ka kërkuar Sirisë që të njohë Kosovën. Në këmbim të dhënies së parave që i premtuan Al-Sharës që do të jepnin diku të rreth 67 milion dollar. Do ishte nga Arabia Saudite. Nga Arabia Saudite. Kaq gjeopolitikisht po thua? Gjeopolitikisht nuk ka ndonjë gjë, pra ka vlerë politike në aspektin kombëtar, në aspektin ndërkombëtar për Kosovën që ushtua edhe një vend, pra parëndsi vendi. Pra u shtua edhe një vend listës së vendeve që e njohin Kosovën. Është munduar të përdoret, pra dhe këtë aspekt e ka përdorur Vjosa Osmani për t'ia marrë Albin Kurti, pra në aspektin që Vjosa Osmani për t'i dhënë rëndësi vetes, rëndësi politike në këto zgjedhje dhe rëndësi politike në faktorin politik të brendshëm që shikoj unë arrita të bëj këtë njohje, pra njohje që nuk e bëri qeveria, unë e bëra, pra më në fund e bëra unë, ndërkohë që nuk e ka ndaluar njëri Vjosa Osmani të merrej me njohjet e Kosovës në këto 4 vjet që ka qenë presidente. Pra s'është marrë fare, është marrë me çështjet, është marrë me detyrat që e ka ngarkuar partia Albin Kurtit, por nuk është marrë me detyrat që duhet të bënte si presidente e Kosovës. Pra është për çështje politike, nuk ka të bëjë në aspektin gjeopolitik dhe gjeostrategjik askund asgjë gjë, sepse Siria është ajo që është, pra nuk është. Ka të bëjë me kjo me Erdoganin, me... Jo, nuk ka të bëjë me Erdoganin, sepse do të kishte të bënte me Erdogan, por që si Turqia nuk do njihte Kosovën. Turqia është nga vendet e para që njihte Kosovën, kështu që nuk kemi asnjë lloj lëvizje. Fakti që mund ta ketë nxitur duke qenë se... Jo, nuk besoj nxitja në këtë aspekt, duke qenë se ka ardhur edhe në prezencë të Bin Selmanit, nxitja, kërkesa është bërë eksplicisht nga Arabia Saudite dhe duke qenë se Ahmed Shara ndodhi në Arabi Saudite për të kërkuar ndihmë ekonomike, pra ka qenë varur direkt nga kjo dhe nuk i ka kushtuar gjë, pra nuk duke qenë se as për Sirinë nuk përbënte një problem gjeopolitik, për shkak se edhe Izraeli e njeh Kosovën, në rast se Izraeli nuk do njihte Kosovën, ju garantoj që Siria e Al-Sharas nuk do ta njihte Kosovën. Por duke qenë se Izraeli e njeh, atëherë nuk kemi një problem gjeopolitik për Sirinë, sepse njohja e Kosovës në këtë aspekt do të bënte problem gjeopolitik për Kosovën në rast se nuk do njihte, në rast se Izraeli nuk do njihte nga Kosova, në rast se Kosova nuk do njihte nga Izraeli. Duke qenë se Izraeli e njeh Kosovën, nuk bën asnjë problem për Al-Sharën dhe prandaj nuk ka të bëjë.